Nga se prandaj them është shumë e rëndësishme të ndërtohet drejt bot kuptimin mbi Zotin. Bot kuptimin mbi Zotin do me thënë që unë jam ai i cili duhet plotësoj atë që Zoti kërkon. Pastaj, nëse Allahun plotëson diçka nga ajo që unë kërkoj, i them faleminderit o Zot. Por nëse Allahu si Zot nuk më plotëson, e din ai pse se ka plotësuar, por unë përsëri mbetem rob dhe krijes e tij. Kjo nuk do me thënë që unë duhet tani me i prish raportet me të, sepse e kam lutur shumë Zotin për diçka, por lutjen s'ma ka pranuar. Por edhe pse s'ta ka pranuar lutjen, kjo çka do me thënë tash? A do me thënë që ti me ja kthy shpinën fjalës së tij, sepse s'ta ka pranuar lutjen? Atëherë pra ti se ke kuptuar bot kuptimin krijes dhe Zot. Nga se ti je krijes dhe ti je Zot, do me thënë kur ti e beson atë, ti je i gatshëm çdo moment i bindesh atij, pavarësisht se me çka ai pastaj të plotson ty. Ata plotson dëshirën, as ta plotson është çështje e tij, ai është Zoti. Prandaj ai është Zot sepse ai vendos. Ai nuk merr mend nga ne për të na plotësuar diçka, as për të mosuar diçka. Ai nuk do të na pyes ne për vendimet e tija, prandaj ai është Zot dhe mbetet Zot. Në momentin që ai na pyet ne se çka duam ne, në mënyrë që ta plotësojmë më mirë s'është më Zot ai, atëherë ke bërë të mangët atë. Nga sa ai pas ka nevojë për njeriu që njeriu me dijen e tij t'ia plotësoj diçka më mirë. Por ti thënë që ti Zot s'na ke krijuar bukur ne, po çka është dashur kështu e kështu të na krijosh. Në këtë rast ti Zotin e ke ulur e ke bërë të mangët, se ai nuk pas ka ditur të të krijojë ty, është dashur të të pyes ty një herë se si duhet me të krijuar më bukur. E pra vllau jem, nëse mendon që e beson Zotin, por e ke një Zot të cilin e përdor vetëm në rastet nevojshme, kurse pastaj ai nuk është pjesë e jetës tënde në veprimet e përditshme, atëherë ky nuk është kontakti rob dhe Zot. Kontakti rob dhe Zot është kur ti mban lidhjen me të pavarësisht si ai ta kthen. Ti gjithë jetës e adhuron atë, ai gjithë jetës me sëmundje të sprovon. Po kjo do të thotë që ti tani me ja kthy shpinën, kurse si, sepse ai është Zot, ai kështu ka dashur. Ai prandaj është Zot sepse ai nuk pyet kë për vendimet e tija. Ai ka dashur kështu të më krijoj mua në këtë formë. Dhe ai prandaj është Zot se s'më ka pyetur ku më ka krijuar, se nëse do më pyeste do merrte mend prej meje nga mençuria ime, atëherë ai do të binte në nivelin njerëzor me dijen e tij. E si mund të pyes ai i cili është alimul ghaibi wash-shahada, i gjithdijshmi absolut. Prandaj ai mbetet Zot. Prandaj ai mbetet Zot dhe raporti jon ndaj tij duhet me qenë çdo herë me këtë me fillu. Dhe kur mos me harru me vetdije se unë jam krijesa. Pra nuk jam Zoti unë që ai të më shërbej mu. Unë jam krijesa që duhet me i shërbëj atij. Unë jam krijesa që duhet me e pa se çfarë kërkon ai prej meje. Në mënyrë që ta zbatoj, urdhrin e tij ta plotësoj, thirrjes së tij ti përgjigjem, nga gjërat që ai më ka ndaluar të largohem, sepse unë jam krijesa e ai është Zoti absolut. Prandaj ai është Zot. Prandaj ai mbetet absolut. Prandaj ai mbetet Zot sepse nuk merr gjykime nga njerëzit për gjërat që ai gjykon vet. Në moment që ai do të gjykonte me mendimet tona, atëherë ai do të binte në nivelin njerëzor, e Zoti s'mund të jetë njeri. Allahu nuk mund të jetë njeri. Ai është qenia supreme. Ai mbetet Zot pa asnjë njeri. Ai mbetet Zot pa ia adhuruar askushi. Po mendon dikushi se për inat teje unë s'po falem, po nuk është në pyetje për inat meje, mërë vllau jemi dashur. Në pyetje është sepse ti do ta kuptosh që ti je robi i tij, ti je krijesa e tij. Dhe ti ai çka duhet të interesohesh, të kujtohesh që je rrugtar në këtë jetë, që ai Zoti të ka obliguar me diçka, që ti si krijesë të interesohesh çfarë urdhrash ka mund prej tij Zoti. Kur ti shkon në një kompani të caktuar dhe punon, kur shkon në mëngjes, a kontrollon detyrat e tua të përditshme? Kur mësuesi shkon në shkollë, ai e din e ka plan programin çka do të bëj brenda asaj dite. Ai mjeku i cili shkon në spital merr terminet çka i ka brenda asaj dite. Në mënyrë që ti plotësoj, e pra kur njeriu jeton një jetën e kësaj bote, ai pra kot se kot jeton. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun.
O njerëz, mos ndoshta ju u krijoi dikush tjetër pos Zotit, ose mos ndoshta ju e krijuat veten e juaj, as e para dhe as e dyta, o Zot, Zoti na ruajt, as e para dhe as e dyta. Atëherë pra keni një krijues, kush është ai? Rabbun Allah. Ai është Zoti i çdo gjëje, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. E prandaj pra ti pasi je në këtë rrugtim të jetës që Zoti ka mundësuar, si çdo kush që interesohet për plan programin e tij ditor, duke të interesohesh për plan programin e Allahut që kërkon prej teje ta zbatosh. E kështu pra ti ec rrugës së devotshmërisë.